Ka shumë raste kur streçet vishen në aktivitete që janë papërshtatshme për të veshur streçe. Do thotë tysh, po kush e vendosi këtë? Ti e vendos, Kosta? Jo se vendos unë, por janë disa rregulla të pashkruara, është një kulturë që ekziston, dhe kjo kulturë na pëlqen, s'na pëlqen, është perfekte, s'është perfekte, ka ato normat morale të veta që e mban njeriu në shina, do thoja. Kështu që kur këto streçet vishen jashtë kontekstit, ose vishen në një mënyrë papërshtatshme ose në një moment papërshtatshëm, atëherë krijojnë peshore janë shumë tek vëmendja. Unë dua të marr vëmendje me çfarë kushti. E çfarë thotë kjo për këtë person që e vesh? Pyetja $1 milion. Kjo thotë që ky person, për këtë person me shumë gjasa, gjëja më e rëndësishme, akoma edhe se paraqitja, akoma se reflektimi i personalitetit, akoma se edhe funksionit, akoma se të qenë ngrohtë, është të marrë vëmendje nga të tjerët. Pse kjo vëmendje është një tregues pasigurie të theksuar të individit? Në shumë raste po. Në shumë raste është një tregues pasigurie. Pra